Në një story në Instagram kërkova nga ndjekësit e mi që të më japin ndonjë sugjerim për video që dua të postoj në YouTube dhe një prej tyre ishte një pyetje lidhur me postimin e përmbajtjes në rrjetet sociale, çfarë është më e mira që të postojmë në mënyrë që të jemi më aktiv, kur duhet postojmë dhe sa duhet postojmë. Dhe nëse këto janë pyetje që edhe ju i keni, atëherë ndiqni këtë video me vëmendje, sepse nuk është se do flasim thjesht se sa shpesh duhet postojmë, por edhe se çfarë përmbajtje në fakt funksionon në ditët e sotme në rrjetet sociale për shkak të ndryshimeve që po ndodhin, dhe gjithashtu do të kuptoni se pse faqja juaj nuk po rritet ose biznesi juaj nuk po nxjerr të ardhura edhe nëse ju në fakt po postoni rregullisht. Diçka që dua të flas me të madhe është një ndryshim që po ndodh në rrjetet sociale, që çuditërisht shumica e content creators nuk e kanë kuptuar akoma. Nuk është më koha për të postuar përmbajtje në rrjetet sociale të tipit vetëm informacion të vlefshëm, këshilla, të cilat në fakt njerëzit mund t'i gjejnë ku të duan, por jemi në një kohë në të cilën ndërtimi i një brendi personal është shumë i rëndësishëm dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm në ndërtimin e një biznesi online afatgjatë. Dhe nëse nuk përshtateni ose nuk adaptoheni me këtë ndryshim që po ndodh në mënyrë të pashmangshme, do ta keni shumë të vështirë dhe ndoshta me kalimin e kohës do të fundoseni në një det ku të gjithë janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Cila ka qenë mënyra e vjetër dhe cila është mënyra e re? Le ta nisim që këtu. Sikurse e përmenda disa vite më parë, të postuarit rregullisht, sidomos se informacione që në fakt i shton vlerë ndjekësve tuaj, ishte mjaftueshëm për të rritur në rrjetet sociale shpejt madje. Mjafton që të jeni konsistent. Për shembull, mjaftonte që të ndërtosh një video karusel ose një video reel në të cilën jepje 3 këshilla, 3 informacione kryesore për një çështje të caktuar dhe të vendosin një muzikë trending dhe bum, merrje view, merrje shares, merrje saves, ndoshta edhe mesazhe edhe followers. Por sot kjo është diçka që të gjithë po e bëjnë. Për të mos thënë që informacioni në fakt është një komoditet në ditët e sotme. Mund ta gjesh kudo, pa patur nevojë që të ndjekësh content creators të caktuar në rrjetet sociale. Për shembull, për të mësuar diçka për marketingun në përgjithësi, nuk është patjetër e nevojshme që dikush më ndjek mua apo dikë tjetër si unë, sepse informacionet tani lehtësisht mund t'i gjeni në Google, mund t'i gjeneroj ChatGPT-ja për ju, por ajo çfarë do ta diferenconte për shembull faqen time ose faqen e kujtdo në rrjetet sociale të një content creatori, të dikujt që po e përdor për qëllime biznesi, për shitur një produkt digital ose një shërbim, nuk është fakti nëse ndjekësit tan do të pyesin a është me vlerë përmbajtja që ti po më sjell, pra është diçka që po më ndihmon, është diçka që nuk e gjetut askund tjetër. Në fakt, ndjekësit tan po pyesin a i besojnë dot Valbonës, a më pëlqen energjia që ajo përcjell në rrjetet e saj sociale, a më kupton ajo mua, pra a duke mund si dikush që në fakt mund ta kuptoj ndjekësin tim ose klientin tim potencial. Këto janë pyetje që në fakt ndjekësit ose njerëzit që janë të interesuar që të blejnë nga unë apo të më ndjekin mua, këto janë pyetje që ata po bëjnë. Nuk është se po pyesin informacionin që po thon Valbona është shumë i mirë, është shumë i dobishëm, sepse është informacion, sikurse ju thash, mund ta gjejnë ku të duan pa ardhur fare tek unë. Dhe një shembull konkret që mund të tregoj tani, po të bëj krahasimin e para disa viteve dhe tani, janë klientët me të cilët kam punuar. Kam punuar nga fusha nga më të ndryshmet, por nëse flas për brendet personale, kam patur klientë që mund t'i ke marrë nga 2000 ndjekësa deri në 25000 ndjekësa. Rritje e cila ka ndodhur ndër vite, në harkun e 2 viteve konkretisht. Dhe ka qenë thjesht duke postuar për ta postime karusel, nëpër slide vendosnim thjesht informacione, si të bësh një gjë në 2 mënyra. Si të dobësohesh në kushte shtëpie, për shembull 1 2 3 4 5. Më pas kur shfaqen reelsat dhe pjesa e videos po bëj akoma më interesante dhe po sillte angazhim më të madh në rrjetet sociale, atëherë fillova të përdor reelsat për klientët e mi dhe shumë pak karusele, ndonjëherë mund t'i ndërthurja, por dominonin video reelsat në të njëjtën mënyrë, thjesht duke ndar informacione. Por sikurse ju thash, gjërat kanë ndryshuar. Pra nuk është periudha kur content creatorsat duhet të shpërndajnë vetëm informacione. Ka ardhur momenti që nëse ju keni një faqe në emrin tuaj dhe synoni të shisni shërbime apo produkte, është shumë e rëndësishme që njerëzit të krijojnë një lidhje të thellë me ju si person në radhë të parë. Dhe rasti më i freskët ishte kur para disa ditësh mora një mesazh në inbox nga një vajzë e cila ishte interesuar që të blinte kursin tim. Dhe më pëlqeu shumë që mu shprese nga çdo content creator tjetër që ajo ka parë ose nga çdo person tjetër që ndoshta shet një produkt të ngjashëm me timin, ajo më tha që i pëlqente shumë vibe-i që unë përcjellja dhe si rrjedhoi kishte krijuar më shumë besueshmëri tek unë. Dhe u ndjeva mirë sepse kuptova që deri tani kam arritur ta përshtas strategjinë time në një mënyrë që unë mund të përçoj besueshmëritë të ndjekësit e mi, por nga ana tjetër dua që edhe unë të tërheq klient ose student me të cilët gjithashtu dua të punoj, sepse ka edhe student të cilët unë nuk do doja
ta blejnë kursin tim. Ka student ndoshta që nuk do doja të punoj me ta, sepse as mua nuk më pëlqen energjia e tyre apo mënyra se si komunikojnë. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për klientët si social media manager që un jam. Ka klientë me të cilët në fakt nuk dua që të punoj. Dhe shpresoj shumë që me përmbajtjen time as të mos i tërheq tek paqja ime. Dhe ky është ndryshimi nga të qeni thjesht një content creator dhe në kalimin e të paturit e një brandi personal. Për të dalë më pas tek pyetja tjetër se sa aktiv duhet jemi në rrjetet sociale. Kjo është një pyetje e madhe në fakt. Por ajo çfarë un kam kuptuar është se nuk ka nevojë që të jesh aktiv 24 orë në 7 ditë javës. Ajo çfarë përmbajtja juaj duhet të ketë është që të jetë e qëllimshme, pra të shërbejë një qëllimi të caktuar në fund të ditës dhe të jetë konsistente. Pra edhe nëse është pak, le të jetë konsistente. Kjo është gjëja më e rëndësishme për të ndërtuar një brand personal apo për të patur sukses në çfarëdo lloj gjëje në jetë në fakt, jo vetëm në rrjetet sociale. Por në fund të ditës, secili prej nesh ka angazhime të tjera përveç rrjeteve sociale, edhe pse këto të fundit janë pjesë e pandashme e biznesit ton, varet edhe në çfarë rrethanash ju jeni. Për shembull, dikush është një nën, e cila po përpiqet shumë që të balancojë jetën e vet midis punës edhe të qenit prezente në familjen e saj. Prandaj mund të nisim nga një minimum postimesh që do ishte 3 herë në javë. Por 3 postime cilësore, 3 postime që në fakt i shërbejnë ndërtimit të një brandi personal në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe këto mund të jetë një postim i cili në fakt ju ndihmon juve që të krijoni një lidhje të ngushtë me ndjekësit tuaj. Tipike janë këto daily vlogs, një ditë në jetën time, një mëngjes në jetën time, një pasdietja ime. Pra pas skenat e biznesit tim online. Për shembull, un kam vënë re që njerëzit i pëlqejnë shumë videot që un edhe nuk është si kam postuar shumë shpesh këtu në YouTube apo në rrjetet sociale, por kur un tregoj ditën time si një mama që ka një biznes online, punon nga shtëpia, por që njëkohësisht po përpiqem që të balancoj jetën time familjare dhe biznesin tim online. Pra për të treguar që un jam në të njëjtën gjendje me dikë tjetër që do ndërtoj një biznes online, por njëkohësisht do që të jetë prezente për familjen e saj. Një postim tjetër mund të ishte me përmbajtje që ju mëson njerëzve diçka shoqëruar me eksperiencat tuaja. Për shembull, edhe un vetë në strategjinë time në rrjetet sociale, po përpiqem shumë që të mos jap thjesht informacion apo thjesht të dukem si eksperte në një fushë të caktuar, por dua të tregoj diçka që më ka ndodhur mua në biznesin tim dhe mësimi që un kam thyer, që gjithashtu ta ndaj me të tjerët në formën e jo më thjesht një informacioni, por përmbajtje e cila në fakt shton vlerë, por është eksperiencë e imja. Dhe kjo mënyrë e bën përmbajtjen time të jetë më unike dhe të lidhet drejt për drejt me brandin tim personal, me atë që un bëj dhe me atë që un shes. Dhe postimet të tjera mund të jenë diçka që në fakt përçon qartazi i cili është misioni juaj dhe vlerat tuaja. Mund të jetë historia juaj, misioni juaj që keni, vështirësitë të cilat ju keni patur dhe se si keni të i kaluar ato, pa cënuar vlerat tuaja. Cili do ishte qëllimi final i gjithë kësaj, nuk është thjesht për të marrë audiencë, por është që të rezonojë tek njerëzit e duhur, që ju të rishni klientët e duhur. Përmes këtyre lloj postimesh, qëllimi jon final është që njerëzit të cilët do të vinë tek ne dhe do të na ndjekin të thonë, "Ok, Valbona më kupton mua. Unë i besoj asaj. Dua që të mësoj prej saj." Këtë dua që njerëzit të mendojnë dhe të thonë në momentin që shohin postimet e mia, në momentin që ata vinë të blejnë kursin tim online, në momentin që ata vinë të bëhen klientët e mi. Ky është qëllimi final. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptojmë se besueshmëria nuk është se krijohet vetëm nga postimet ditore që postojmë pra çdo ditë, por nga lidhja reale që ne arrijmë të krijojmë me ndjekësit tanë. Pra duke qenë vetvetja në rrjetet sociale dhe një mënyrë ndoshta pak më vulnerabël, gjithmonë duke përzgjedhur dhe përcaktuar ne se sa duam që të ndajmë nga jeta jonë në rrjetet sociale. Për të kaluar më pas tek pyetja tjetër, kur duhet postojmë dhe kur jo, sepse ndonjëherë duam që të bëjmë edhe një social media detox, ndonjëherë duam që të pushojmë fare, duam të shkëputemi, sepse vjen një moment që edhe rrjetet sociale, pavarësisht se i përdoren për biznes, janë toksike, sidomos nëse përfundoni duke bërë scrolling, mund të mos ndiheni mirë, mund të cënoni kreativitetin tuaj dhe mund të bëhet një vend të cilin ju nuk do ta doni. Dhe në fund të ditës mendoj që ndërtimi i një biznesi online duhet na mundsojë neve një jetë të cilën gjithashtu na pëlqen. Ta jetojmë një punë e cila na pëlqen, pavarësisht se në fund të ditës kërkohet shumë disiplinë dhe kërkohet shumë punë sistematike. Pra, cilat janë oraret më të mira për të postuar? Tani, teknikisht tek insightet e Instagramit tuaj ju mund të shikoni oraret se kur janë më aktiv
audienca juaj dhe nëse ju postoni në ato orare, mund të keni rezultate më të mira për sa i përket performancës së postimeve tuaja. Por diçka që un kam kuptuar është se koha më e mirë është atëherë kur edhe ju vetë mund të jeni më shumë prezent. Pra, në momentin që hidhet një postim, le të jetë një orar kur ju gjithashtu keni dëshirë që të jeni aktiv në mënyrë që të ndërveproni me ndjekësit tuaj në momentin që ata komentojnë, keni dëshirë që ndoshta ta ndani atë postim në story, të bëni një Q&A, ndoshta që të merrni disa pyetje nga ndjekësit tuaj dhe jo thjesht për të postuar sepse duhet të postojmë. Pra, gjithmonë nëse ju doni që postimet tuaja të performojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse normalisht ju edhe mund të zgjidhni 2-3 ditë në javë për të bërë postimet tuaja dhe t'i skeduloni në mënyrë që ato të postohen automatikisht në rrjetet tuaja sociale, në Instagram, Facebook apo në çfarë do lloj rrjeti tjetër. Sugjeroj që të zgjidhni orare në të cilat ju gjithashtu mund të jeni prezent në momentin që postimi është hedhur dhe të mund të komunikoni me audiencën tuaj në kohë reale sa më shpejt jetë e mundur. Gjithashtu, lejojeni vetes tuaj që të pushoni. Edhe unë ka periudha në të cilat preferoj të zhdukem në rrjetet sociale, të pushoj dhe thjesht nuk dua të kem të bëj fare me to. Janë normalisht periudha në të cilat un jam duke punuar gjithsesi, por që jo domosdoshmë jam duke krijuar përmbajtje, edhe pse përmbajtja apo kontenti është një pjesë shumë e rëndësishme të paturit një biznesi online. Tani, çfarë lloj përmbajtje funksionon më shumë në ditët e sotme, duke marrë parasysh edhe vrullin që rrjetet sociale po marrin, ndryshimet që po ndodhen nëpër platforma. Për sa i përket llojeve të kontentit, e tham që informacioni sot është komoditet. Pra mund ta aksesojmë ku të duam, sa herë të duam, çfarë do lloj informacioni që ne kemi nevojë. Ajo çfarë po funksionon është postimi i historisë tuaj. Nëse ju ndani me ndjekësit tuaj, pse e nisët rrugtimin tuaj online, çfarë ju motivon, pse shisni një produkt të caktuar, pse ofroni një shërbim të caktuar. Pra, pse në tuaj është diçka që në të vërtetë ndjekësit rezonojnë shumë me të dhe fillojnë dhe bëjnë pyetje të cilat juve gjithashtu mund t'ju shërbejnë për përmbajtje në vazhdim. Pra, sikur thjesht postoni historinë tuaj dhe vetëm më pas të dëgjoni komentet nga njerëzit që po ju ndjekin ose nga njerëz që ju ndjekin për herë të parë në rrjetet sociale. Kjo do ju jepte juve mundësinë që edhe të tërhiqni njerëz me të cilët ju keni vlera të përbashkëta, por gjithashtu të gjeneroni përmbajtje në vazhdim për faqen tuaj. Për shembull, un kam ndarë një video në të cilën tregoja se si e nisa biznesin tim online, se si isha thjesht një studente që po eksploronte mënyra të ndryshme për të punuar online, vetëm për të shkëputur nga puna 9-5. Normalisht nuk kisha mundësi të jap shumë detaje tek faqja ime në Instagram, por diçka më shumë po t'ju them për historinë time tani, është se kur unë isha në master, punoja në një call center. Një ambient që nuk ishte për mua, shumë toksik, me njerëz që nuk më pëlqenin as pak, që nga mënyra e komunikimit, fjalori që përdornin, veset që kishin, pra ishte totalisht e papërshtatshme për mua dhe mbaj mend që çdo mëngjes kur unë shkoja në punë, do të mbyllesha në tualet dhe vetëm do të qaja. Qaja sepse mendoja se si ka mundësi që nga një vajzë me shumë ëndra, me shumë dëshira, me shumë objektiva, po bëja gjithë ato vite shkollë, po përpiqesha në maksimum për të dalë me rezultatet më të mira të mundshme të përfundoja në një ambient të tillë. Dhe kjo eksperiencë në fakt më ka bërë që të marr gjërat më seriozisht në jetën time. Pra ka qenë ajo kthesa në jetën time, sepse gjithashtu duhet siguroja të ardhura jo vetëm për shpenzimet e mia si studente, sepse masteri kushton, por edhe për të kujdesur për familjen time, për shkak të problemeve ekonomike që po kalonim. Situata këto që më bën me të vërtetë ta marr më seriozisht ndërtimin e biznesit tim online. Ishte një periudhë në të cilën unë fitoja pak para, por nuk është se e kisha marrë aq seriozisht, nuk është se e kisha parë si diçka në terma afatgjat. Dhe prandaj shpeshherë kur njerëzit më drejtohen në inbox që më thonë dua të bëj një punë online që të zgjidh disa probleme ekonomike që kam, nuk më pëlqen mënyra se si e formulojnë këtë dëshirë ose këtë kërkesë, sepse online nuk mund të fitosh mirë ose nuk mund ndërtosh diçka serioze, atë qëndrueshme afatgjat nëse niseni me këtë ide që të fitoj para të shpejta. Ose nëse keni probleme ekonomike të theksuara, nuk është zgjidhje, sepse problemet ekonomike për shpejt i zgjidh duke filluar një punë çfarëdo, që të marrësh një pagë, sepse online duhet kohë. Edhe un kam hequr dorë nga këto punët e mërzitshme siç ishte call center, por kam hequr dorë edhe nga punë në profesionin tim si programuese, pra profesionin për të cilën nuk kisha studiuar, edhe nga këto kam hequr dorë, edhe pse ishin në fushën time, isha programuese, ishte punë tetorashe, nuk e duroja dot, thjesht nuk isha e lumtur. Por hoqja dorë nga kjo vetëm momentin që unë arrita të gjeneroj të ardhura online, mjaftueshëm sa për të larguar nga kjo punë. Gjithashtu kam patur eksperiencë pune në
marketing, eksperiencë e cila në fakt ka qenë e bukur dhe ndoshta për faktin se kam punuar nga shtëpia gjatë atyre muajve sepse ishte periudha e pandemisë. Dhe normalisht kisha dhe atë fleksibilitetin që ndërkohë të vazhdoja paralelisht edhe biznesin tim online dhe gjithashtu kam mësuar shumë nga eksperienca në një agjenci marketingu, shumë gjëra të cilat më pas i kam implementuar dhe në biznesin tim. Pra, kjo është historia ime dhe jam e sigurt që shumë kujt mund t'i pëlqejë dhe mund të dojë ndoshta të bëhet pjesë e kursit tim. Shumë kujt ndoshta mund të mos i bëj shumë sens sa për të ardhur dhe për të marrë produktet e mia, por thjesht do doj që të më ndjekin në vazhdim, do doj ndoshta të di diçka më shumë nga rrugtimi im e kështu me radhë. Ndryshe nga përmbajtja që është e tipit sikur thjesht sillesh si eksperti për çdo gjë, sikur ti di çdo gjë, kur ti tregon në fakt se si e ke mësuar një gjë të caktuar, rezonon më shumë për njerëzit dhe vjen në një mënyrë më miqësore tek ata, duke i lejuar që gjithashtu të të njohin edhe ty si njeri në radhë të parë dhe jo si një makineri kontenti. Diçka tjetër që ju ndihmon të ndërtoni besueshmëri tek njerëzit e duhur është nëse ju ndani edhe cilat janë vlerat tuaja, parimet tuaja në jetë, vlera për të cilat ju qëndroni fort dhe gjëra për të cilat ju ndoshta nuk ju pëlqejnë. Tjetër gjë që ju inkurajoj shumë ta bëni janë përpaskenat e biznesit tuaj. Se si ndoshta ju e përgatisni përmbajtjen, se si ju ndoshta punoni kur bebia juaj flet gjumë, se si ju ndoshta punoni në bashkëpunim me bashortin tuaj kur ai nxjerr fëmijën në një xhiro ose nëse ju keni ndihmë nga dikush tjetër, ndoshta duke ndarë vështirësitë nga përditshmëria juaj për të sjellë produktin që ju shisni klientëve tuaj. Ndoshta jeni duke gatuar dhe në një njëjtën kohë po flisni për biznes, sepse gatimi është pjesë e rutinës tuaj, është diçka që ndoshta ju pëlqen dhe gjithsesi doni ta ndani me ndjekësit tuaj. Unë për shembull te faqja ime, shpeshherë nëpër story më pëlqen të ndaj diçka nga përditshmëria ime, se si unë për shembull kujdesem në maksimum që të ushqiem shëndetshëm, i zgjedh me kujdes produktet të cilat gatuaj, në mënyrë që për shembull pjatat të ketë sasinë e duhur të proteinave, të fibrave, të yndyrnave të mira, se si unë përpiqem vazhdimisht që të jem aktive, qoftë në palestër, qoftë në vrap, qoftë në stërvitje nga shtëpia, vetëm për të qenë reale me ndjekësit e mi, ose për të qenë sa më pranë tyre, ose për të tërhequr ata njerëz që më të vërtetë të dhunë, po t'i takoja në jetën reale, do më pëlqen dhe gjithashtu që pse jo të pija një kafe me ta. Në këtë mënyrë mendoj se edhe rrjetet sociale bëhen disi më të bukura ose më të këndshme për të përdorur si platforma, ose thjesht komuniteti që ti arrin të ndërtosh në rrjetet sociale nuk të streson, përkundrazi kalon mirë, ndihesh mirë me komunitetin që po ndërton dhe me klientët që do kesh nga ky komunitet që ke krijuar. Dhe shpresoj që deri tani e keni kuptuar që gjithë kjo është personal branding. Besoj deri tani e keni kuptuar se sa e rëndësishëm që ka personal branding, sepse njerëzit në fund të ditës ndjekin njerëzit, as këshillat, as templatet, as videot e bukura, as grafikat e bukura. Ata ju ndjekin ju pra si individ, si njeri, si person. Prandaj, sidomos nëse jeni dikush që po përpiqeni të bëni diçka përmes faceless marketing, rimendojeni sërish strategjinë tuaj. Mos u fshini pas postimeve në Canva, duke mos e treguar asnjëherë fytyrën tuaj, vlerat tuaja, parimet tuaja si njeri, sepse më besoni, të gjithë ata që do të arrijnë të ndërtojnë një brand personal të suksesshëm online në vitet e ardhshme do të kenë shumë sukses dhe do të jenë të vetmit që do të mund të diferencohen në një botë plot me informacion dhe ku inteligjenca artificiale po zëvendëson shumë gjëra. Dhe si përfundim, mos harroni të jeni konsistent. Është shumë e rëndësishme. Rishikojeni edhe një herë strategjinë tuaj nëse ndjeni sikur thjesht po postoni përmbajtje, kur në fakt duhet të jeni duke ndërtuar brandin tuaj personal nga postimi në postim. Dhe nëse doni ndihmë në ndërtimin e brandit tuaj personal, keni mundësi që përmes aftësive tuaja të krijoni një ofertë që shet, atëherë kontrolloni linkun në bio dhe në koment të kësaj videoje. Të shihemi sërish. Mirupafshim.